Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Do të përrojë lushnjës nga mbetjet urbane dhe kafshë të ngordura, duke u kthyer në problem për mjedisin dhe qytetarët. Ndërkohë bashkia hesht për këtë rrezik me të cilin po jetojmë çdo ditë. Përroi qytetit ton, pothuajse 2 vjet pas përfundimit të punimeve për restaurimin e tij, është kthyer në një vend grumbullimi i mbetjeve urbane dhe inerte, duke shkaktuar ndotje erë të pakëndshme, por edhe rrezik për shëndetin e banorëve që jetojnë afërsitë të tij. Sot me kamerën ton filmuam 2 pamje kontrast me njëra tjetrën të përrojit që përshkon qytetin ton. Pjesa e përrojit tek lagja Kadriqystri është e papastruar, e mbushur me bimësi, me mbetje urbane, me kafshë të ngordura. Ndërkohë pjesa e përrojit tek lagja Çlirimi është e pastër, vetëm bimësia përgjati të bie në sy. Gjithashtu në pjesën pas policisë ku kalon përroj, plerat janë hedhur jashtë koshave të mbeturinave, duke e bërë më të pistë dhe të rrezikshme për shëndetin dhe ambientin. Për një kohë të gjatë vazhdon kjo gjendje dhe bashkia akoma nuk ndërmerr asnjë nismë për pastrimin e përrojit. Akoma nuk ka një strategji që synon mbrojtjen e mjedisit urban dhe rritjen e cilësisë së jetës për qytetarët. Era e rëndë që vjen prej përrojit bëhet pothuajse e padurueshme, sidomos në verë për qytetarët që shëtisin në shëtitoren e tij. Ndërkohë qëllimi i pambajtur i bashkisë Lushnjë kur filloi restaurimi i përrojit ishte: ky investim do të ketë një impakt direkt në cilësinë e jetës së mira banorëve që jetojnë në lagjet përreth përrojit, por edhe më tej të gjithë qytetit, sepse mund të përdoret si hapësirë rekreative nga të gjithë qytetarët. Sot është dita e 10 e grevës së naftëtarëve. Qytetarë punonjës protestuan pranë kompanisë Bankers, duke theksuar se nuk tërhiqen dhe janë gati të rrezikojnë edhe jetën. Dita e 10 e grevës së naftëtarëve në Marinës ka nisur me një tubim para zyrave të kompanisë Bankers Petroleum, ku me pankarta në duar kanë shprehur vendosmërinë për të shkuar deri në fund plotësimit të kërkesave të tyre. Sipas kreut të sindikatës së sektorit hidrokarbur Dritan Shahu, gjatë këtij tubimi përfaqësues të kompanisë kanë fotografuar e filmuar punojësit, një formë presioni që është ndjekur si taktik nga ata edhe gjatë tubimeve të mëparshme. Ne kemi vendosmërinë për të shkuar deri në fund. Gjithashtu, një grupim nga organizatat shoqërisë civile na janë bashkuar, kanë dalë sot përballë ministrisë për të treguar dhe ata mbështeten ndaj nesh. Nuk ka pas reagim, përveç se drejtuesi të fushës një qytetar kinez, i cili ka ardhur dhe ka bërë foto dhe video punonjësve, duke ofruar duke bërë foto dhe video, kemi thënë që mos intimido punonjësit. Kryesisht këto foto dhe video përdoren për të thënë punonjësve më vonë që ti ke qenë protest, ti ke qenë grevë, dhe kështu është bërë praktik dhe më përpara. Ndërkohë gjendja shëndetësore e 10 anëtarëve të Këshillit Sindikal, të cilët janë në ditën e 10 të grevës së uris pa afat përkeqësohet nga dita në ditë, por ata janë të vendosur të rrezikojnë dhe jetët e tyre për të mos u tërhequr nga kauza e tyre. Nëse nuk na nxjerr ambulanca, tu do jemi. Domethënë rezistenca jonë deri në pikën e fundit. Derisa mjeku na thotë dilni se është çështje serioze. Jeni vendosur gjithë? Po. Jemi vendosur. Na vjen keq se s'kemi asnjë reagim nga kompania, sepse thonë që jemi një familje, ndërkohë familja në ditë vështira duket. Përderisa e pohon që jemi një familje, do thotë që duhet të interesohet për ne. Situata është shumë e vështirë për ne. Dje isha vetë i parë që lajmërova ambulancën pasi isha shumë me tension të lartë, nuk po doja dot më. Por erdhi më bën një injeksion edhe më thanë për të dalë, por nuk dëshirova. Do vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Kauza e jonë është e drejtë, është mbi të gjithëve ne. Nuk po kërkojmë asgjë për veten tonë. Është një kauzë shumë e madhe. Do vazhdojmë të qëndrojmë, nuk largohemi. Ne jeni vendosur të rrezikoni edhe shëndetin tuaj. Derisa të mbajmë, patjetër që po. Është kauzë e drejtë. Ne të gjithë këtu kemi familje jashtë, mezi presin ne të dalim, por do durojmë. Inxhinier por të mirë. Kështu jemi ne, thonë inxhinierët e rinj Valter Nukaj dhe Arti Bajrami, të cilët prej vitesh nuk njohin rritje page. Kryeministri thotë që punë ka, por profesionist jo. Ne ja ku jemi, le të na vlerësojnë, thonë ata. Ne po na trajtojnë jo si inxhiniera, sepse ne kemi mbaruar shkollën, kemi investuar për këtë punë, ne e duam vendburimin në shtëpioni, e duam këtë profesion për cilin kemi studiuar. Dhe nuk po na trajtojnë si profesionistë, se ideja është, thotë kryeministri, që punë ka po s'ka profesionist. Ja ku janë profesionistët, jemi inxhinier, kemi mbaruar shkollën dhe unë kam 7 vjet që punoj në këtë kompani dhe paga ime neto është $700. Mendoj që nuk e marrim atë që meritojmë, nuk marrim as minimumin. Vazhdojmë, jemi këtu ditë e 10, siç edhe shihet, ne nuk dalim kot.
nuk dalim se kemi shefe, po dalim. Po dalim për kërkuar disa të drejta tona minimale. Ka pasur dhe kërkesa herë tjetër nga ana jonë, po vlerësimet kanë qenë në nivele shumë minimale. E ndërsa kompania nuk ofron asnjë zgjidhje konkrete, naftëtarët ende nuk kanë asnjë përgjigje nga kryeministri Rama dhe nga Ministria Përkatëse. SPAK konfirmon zyrtarisht se ka nisur procedim penal lidhur me abuzimet me fondet IPAR 2 dhe çështja është në fazën e hetimeve paraprake. SPAK njofton zyrtarisht se ka nisur procedimin penal lidhur me abuzimet me fondet IPAR 2 dhe çështja është në fazën e hetimeve paraprake. SPAK i kontaktuar nga mediat për informacione më të detajuara përgjigjet se Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka regjistruar procedimin penal dhe çështja është në fazën e hetimeve paraprake. Për shkak të ruajtjes së sekretit hetimor, nuk mund të bëj publike informacione të mëtejshme, thuhet në përgjigjen e SPAK. IPARD është një program me financim 75% nga Bashkimi Evropian dhe 25% nga buxheti i shtetit që siguron grante për fermerët dhe bizneset rurale, për projekte investimi, për të modernizuar sektorin bujqësor, për punimin agro-ushqimor, infrastrukturën rurale, diversifikimin bujqësor e të tjerë. Programi IPARD 2 2014-2020 ishte periudha e kaluar ku Shqipëria aplikoi në instrumentin IPARD. Pastaj u planifikua IPARD 3 me një fond të konsiderueshëm për projektet rurale në Shqipëri, por u pezullua për shkak të dyshimeve për korrupsion nga zyra evropiane kundër mashtrimit dhe për të marrë garanci se Shqipëria do të hetojë dhe përmirësoj procedurat. Hetimet penale mbi abuzimet me fondet IPARD janë trajtuar nga SPAK. Rikthehen në Amerikë gambinot, lukezët e gjenovezët me një skemë mafioze pokeri që vodhi miliona dollar. 4 familje të famshme kriminale italo-amerikane në New York janë përfshirë në një hetim të përmasave të mëdha në Amerikë për një skemë të manipuluar të lërave të fatit. Njerëz të famshëm, yje të sporteve profesionale dhe kumargjin të pasur ishin peshqit që dyshohet se ishin vënë në shënjestër të mafias në një skemë të manipuluar të lërave të fatit, që përfshinte tavolina letrash me rreze X, kamera të fsheta, analizues me qipa, syze dielli dhe lente kontakti që mund të lexonin dorën e lojtarëve. Në atë që tingëllon si një komplot i filmit Ocean 11, prokurorët thanë se këto viktima të pavetdijshme u mashtruan duke humbur të paktën $7 milion në lojra pokeri, me një person të vetëm që humbi të paktën $1.8 milion. Skema të cilën prokurorët amerikanë përshkruan si ajo një filmi hollywoodian u zbulua në një hetim të gjërë federal që çoi në më shumë se 30 arrestime, duke përfshirë pjesëtarë të familjeve kriminale të Cosa Nostrës, trajnerin e basketbollit të Portland Trail Blazers dhe ish lojtarët e shoqatës kombëtare të basketbollit NBA, Damon Jones. Drejtori i FBI-s Patel e quajti këtë një skemë mashtrimi të pabesueshme që peshkoi viktima në New York, Miami, Las Vegas dhe qytete të tjera amerikane. Arrestimet në skemë u bën publike të njëjtën së bashku me emrat e përfshirë në një komplot të dyshuar për baste në basketbol, ku lojtarët profesionistë të NBA akuzohen për lëndime të rreme me qëllim për të ndikuar në shanset e basteve. Skema e fshehtë e pokerit filloi në vitin 2019, thon prokurorët, dhe dyshohet se u drejtua nga mafia, konkretisht nga anëtarë të familjeve famkeqe të krimit përfshirë Bonanno, Gambino, Lucchese dhe Genovese. Një pjesë e fitimeve, thon prokurorët, ndihmuan në financimin e sipërmarrjes së tyre kriminale. Ish sportistët profesionistë u rekrutuan për të ndihmuar në skemë dhe për të joshur viktimat që të luanin. I tërhequr nga mundësia për të luajtur me një personazh të famshëm, një viktimë e pasur e pavetdijshme rekrutohej për lojra pokeri të palishme, të fshehta ku $10,000 ishin në lojë, pretendojnë prokurorët. Inteligjenca artificiale po hyn në zyra dhe po largon punonjësit duke ulur me 13% punësimet fillestare në Amerikë në sektorët e ekspozuar ndaj inteligjencës artificiale. Vetëm 3 vite pas shpërthimit të gjeneratës së re të inteligjencës artificiale, drejtuesit e korporatave në Amerikë po e bëjnë të qartë, revolucioni teknologjik po ndryshon rrënjësisht strukturën e punës. Nga bankat e industria makinave dhe tregtia me pakic, kompani si JP Morgan, Goldman Sachs, Ford, Salesforce, Walmart, Amazon po njoftojnë se shumë prej pozicioneve tradicionale po zëvendësohen nga sistemet me inteligjencë artificiale. Sipas Goldman Sachs, 6-7% e punonjësve amerikan rrezikojnë humbjen e vendit të punës për shkak të automatizimit. Të dhënat e Stanford Digital Economy Lab tregojnë se punësimit fillestare në sektorët e ekspozuar ndaj IA janë ulur me 13%, kryesisht në zhvillimin e softwareve, shërbimit ndaj klientëve dhe punët administrative. World Economic Forum llogarit se deri në vitin 2030
Inteligjenca artificiale, robotika dhe automatizimi do të zhvendosin 92 milion vende pune, por do të krijojnë 170 milion të reja në kërkim, zhvillim dhe siguri teknologjike. Në praktik, ndryshimet tashmë kanë filluar. Gjigantët e teknologjisë që po ndjekin këtë rrugë pranojnë se do të ketë një ulje të stafit korporativ për shkak të inteligjencës artificiale, por synojnë të rrisin të ardhurat 10 fish. Një sondazh i 500 tregtarëve amerikan nga Firon tregon se gjysma beson se deri në vitin 2027 sistemet e inteligjencës do të merren vetëm me marketingun, pyetjet e blerësve, negociatat dhe shitjen finale. Ndërkohë në tregun e punës, ndikimi ende nuk reflektohet plotësisht në shifra. Pavarësisht rritjes ngadaltë ekonomike, papunësia në Amerikë mbeti 4.3% në shtator, sipas Chicago Fed. Studimet nga Yale dhe New York Fed e quajnë ndikimin aktual të kufizuar dhe të përqendruar, por pritet që efektet të thellohen me kalimin e viteve. Ekspertët e punësimit theksojnë se punët fizike, infermier, ndërtues teknik janë më të mbrojtura për momentin. Por për punonësit në teknologji, shërbime dhe zyrat e korporatave, sfida sapo ka nisur. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.